Në mjediset e qendrës rinore Atelier u promovua romani 97 plag, libri më i ri autores Rina Gjoni. Mësuese në profesion, por e lidhur ngushtë me artin e të shkruarit, Gjoni vjen me këtë botim si vazhdim i pasionit të saj letrar pas dy librave të mëparshëm. Romani trajton ngjarjet dramatike të vitit 1997, përmes një ndërthurje mes realitetit dhe fantazisë, duke sjellë emocione, dhimbje dhe reflektim mbi një periudhë të vështirë të historisë sonë të afërt. Flet për ngjarjet e 97-s dhe është një përmbledhje e plagëve që ju hapën Shkodrës edhe tanë Shqipënisë në 97. Disa janë ngjarje të jetuara, disa tjera janë pjesë e fantazisë. Vlerësime për veprën ndau edhe kryetari i shoqatës së shkrimtarëve Shkodër Zia Vukaj, i cili theksoi origjinalitetin dhe forcën e rrëfimit të autores. Tu kemi të bëjmë me një roman. Romani është simfonia e letërsisë, është pjesa më serioze e artit të fjalës. Një vepër e cila pra mund të meriton po them emërtimin e zhanrit që mban. Është roman i vërtet. Në këtë promovim morën pjesë lexues, kolegë dhe dashamirës së letërsisë. Diskutimet rreth librit sollen reflektime mbi mënyrën se si arti mund të shërbejë si mjetëshërimi për plagët e së shkuarës.